Ka një lutje profetike, që mund të bëhet shkak dhe sebeb, për zgjidhjen e të gjitha problemeve tua, dhe që mund të kthej pikëllimin tënd në gëzim, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush thot, o Allah, ti je Zoti im, unë jam robi yt, biri i robit tënd dhe i robëreshës tënde, balli im është në dorën tënde, mbi mua zbatohet vullneti yt, i drejt është gjykimi yt, po të lutem me çdo emër që të takon ty, me të cilin e ke emërtuar veten, që e ke shpallur në librin tënd, apo që ja ke mësuar dikujt prej krijesave të tua, apo që e ke mbajtur të fshehtë në diturin tënde. Bëje Kur'anin pranver të zemrës sime dhe dritë të gjoksit tim, me të ma largo brengën dhe mërzin time, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush i thot këto fjalë, patjetër që Allahu do t'i jap zgjidhje problemit të tij, dhe të gjithë pikëllimin e tij do t'i kthejë në gëzim. I than, o i dëdguar i Allahut, a duhet t'i mësojmë këto fjalë? Tha po, patjetër. Kushdo që i dëgjon, duhet edhe t'i mësoj. O Zoti im, i padrejt jam treguar ndaj Tij dhe ndaj vetës sime. O Zot, me zemër të përullur dhe me pendim të sinqert po të drejtohem Ty, kam bërë shumë gjunahe, po kurrë nuk e humbas shpresën tek mëshira jote e madhe. Sa herë që i humbas shpresat, më kujtohet një ajet nga Kur'ani që Ti ke thënë: O robrit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me shumë gjunahe, mos e humbni shpresën tek mëshira e Allahut, sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet. O Allah, Ti je falësi, Ti e do faljen, prandaj më fal mua. O Zot, më fal për gabimet e mia, të mëdha dhe të vogla, të kaluara dhe të ardhme, të fshehta dhe të dukshme. O Allah, pranoje pendimin tim, pastroje zemrën time dhe më udhëzo në rrugën e drejtë. Amin. I këtë lutje: O Allah, mëshiroj prindrit e mi, ashtu si ata me dashurinë e tyre u kujdesen për mua kur unë isha i vogël. Bëje këtë lutje sepse ata kanë nevojë për lutjet e tua. Shpërndaje këtë video te familjarët e miqtë tu. O Allah, Ty të ankohem për mungesën e forcës, rrallësinë e furnizimit dhe parëndsinë time para njerëzve. Ti je Zoti të shtypurve dhe Ti je Zoti im. O Allah, te kush do të më lësh? A do të jetë një person i largët që më pret ashpër, apo një armik të cilit i ke dhënë pushtet mbi mua? Për sa kohë që Ti nuk je i zemruar me mua, nuk brengosem fare, por falja jote për mua është e pafund. Kërkoj strehim me dritën e fytyrës tënde, me të cilën ndriçohet e gjithë errësira dhe ndreqen punët e dynjas dhe të botës së përtejme, që të mos më ndodh pakënaqësia ose zemrimi. Në kërkim të pranimit tënd, do të vazhdoj të kthehem te Ti, derisa Ti të jesh i kënaqur me mua. A do të ta tregoj një lutje, cila i fal gjunahet e jetës edhe nëse ato kanë arritur sa shkuma e detit? Ka thënë profeti Muhammed alayhi salam, kush thot këtë fjalë 100 herë në ditë, do t'i falen gjunahet, edhe nëse kanë arritur sa shkuma e detit. Thuaj, la haula wala quwwata illa billah, që do të thot, nuk ka as forcë, as fuqi, përveç asaj që vjen nga Zoti. Thuaj këtë lutje 100 herë në ditë dhe shpërndaje këtë video me familjarët dhe miqtë e tu për disa sevape. Prit, mos e kalo këtë video. A ke dëgjuar për duan e milionerit? A do të ta tregoj një lutje të cilën nëse e bën kur hyn në treg të shkruhen 1 milion sevape dhe të shlyhen 1 milion gjunahe? Thuaje këtë lutje. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Që do të thot, s'ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, një dhe të pashoq. Ati i takon sundimi dhe vetëm ati i takon falënderimi. Ai jep jetë dhe vdekje, ndërsa ai është i gjallë i cili nuk vdes kurrë. Në dorën e tij është e mira dhe mbi çdo send ai është i plot fuqishëm. Bëje like këtë video dhe shpërndaje sa më shumë. A do të ta tregoj një lutje për të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër? Thuaj këtë lutje. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Që do të thot, o Allah, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër
dhe na ruaj nga zjarri i xhehenem. O Zoti im, i padrejt jam treguar ndaj Tije dhe ndaj vetës sime. O Zot, me zemër të parullur dhe me pendim të sinqert po të drejtohem Ty. Kam bërë shumë gjunahe, po kurrë nuk e humbas shpresën tek mëshira jote e madhe. Sa herë që i humbas shpresat, më kujtohet një ajet nga Kur'ani që Ti ke thënë: O robrit e mi, të cilët e keni ngarkuar veten tuaj me shumë gjunahe, mos e humbni shpresën tek mëshira e Allahut, sepse Allahu i fal të gjitha gjunahet. O Allah, Ti e falësi, Ti e do faljen, prandaj më fal mua. O Zot, më fal për gabimet e mia, të mëdha dhe të vogla, të kaluara dhe të ardhme, të fshehta dhe të dukshme. O Allah, pranoje pendimin tim, pastroje zemrën time dhe më udhëzo në rrugën e drejtë. Amin. O Allah, ne I kemi bërë shumë padrejtësi vetës tonë. Askush nuk I fal gjunahet përveç Teje. Fali gjunahet tona dhe na mëshira. Ti e falësi I madh dhe mëshirëploti. O Allah, mi fal gabimet e mia dhe paditurinë time dhe te I kalimin e kufive në jetën time. Ti I di ato më mirë se sa unë. O Allah, fali gjunahet që I kam bërë me tallje dhe ato të bëra me seriozitet, pa dashur dhe qëllimisht, edhe të gjitha këto që gjindën tek unë. Amin. Do ta tregoj një lutje të cilën nëse e bën do të marrësh shpërblim sa musliman ka në sipërfaqen e tokës. Thuaj kështu: Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Që do të thotë: O Allah, fali të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, ata që janë ende gjallë dhe kanë vdekur. Shpesh duke thënë: s'kam motiv, jam ftohtë, s'po kam vullnet dhe as takat. Dëgjo, me kënaqësi po ta mësoj një lutje të shkurtër të pejgamberit alayhi salam. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. O Allah, kërkoj mbrojtjet e Ti nga pafuqia dhe dembelizmi. Të këshilloj me lut Allahun me këtë lutje sa më shpesh dhe inshallah të bën dobi. A do të ta tregoj një lutje për kërkim falje? Thuaj kështu: Astaghfirullah wa atubu ilayh. Që do të thotë: I kërkoj falje Allahut për gjunahet dhe kthehem me pendim tek Ai. Mund të lutesh në çfarë do lloj gjuhe, sepse Allahu I di të gjitha gjuhët. O Allah, ne I kemi bërë shumë padrejtësi vetës tonë. Askush nuk I fal gjunahet përveç Teje. Fali gjunahet tona dhe na mëshira. Ti e falësi I madh dhe mëshirëploti. O Allah, mi fal gabimet e mia dhe paditurinë time dhe te I kalimin e kufive në jetën time. Ti I di ato më mirë se sa unë. O Allah, fali gjunahet që I kam bërë me tallje dhe ato të bëra me seriozitet, pa dashur dhe qëllimisht, edhe të gjitha këto që gjindën tek unë. Amin. O Allah, Ty të dorëzohem, Ty të besoj, vetëm te Ti mbështetem, te Ti drejtohem dhe për Ty armiqësohem. Duke dëshmuar se nuk meriton të adhurohet askush përveç Teje, kërkoj mbrojtjen nga madhëria jote të mos më shpihesh në rrugë të humbur. Ti je I gjalli që nuk vdes, ndërsa gjindët dhe njerëzit vdesin. O Allah, të lutem, na mundso të përfitojmë nga mëshira dhe falja jote. Kërkojmë prej Teje shpëtim nga çdo gjuna. Kërkojmë furnizimin me çdo të mirë. Kërkojmë prej Teje shpërblim me xhenet dhe shpëtim nga zjarri. O Allah, kërkojmë mbrojtjen Tënde nga paaftësia dhe dembelizmi, nga frika dhe kopracia, nga pleqëria dhe nga ngurtësimi I zemrës, nga shkujdesja dhe varfëria, nga poshtrimi dhe vobekësia. O Allah, kërkoj mbrojtjen Tënde nga fukarallëku, mosbesimi, shturja, përçarja, dyftyrësia, fama e rreme dhe shtirja. Kërkoj mbrojtjen Tënde nga shurdhësia, verbëria, çmenduria dhe nga çdo sëmundje e keqe.
Amin.